Përshëndetje, mirëmbrëma njerëz të dashur. Qysh ju kam? A jeni mirë? Qysh keni kaluar sot? A jeni mirë? A jeni lodh? Un jam lodh kogja mirë, veç që kur e do një vërtet punën, nuk ka rëndësi absolut hiç lodhja. Mirëmbrëma Violeta, Nurie, Dona, Mira, Viki. Përshëndetje Violeta, shumë mirë, super, bjen mirë shumë. A jeni të ja dal me këtë sfid, ajo në fakt sfid me qujt, do këtë është pak e teprume, se nuk është sfid, kjo është thjesht një dietë mentale. Se jemi mësu me majtë vetëm dieta për pamjen e jashtme, se që më kam mora hatu. Përshëndetje, Enkelejda, Ajna, Dudi Bullari, përshëndetje, Ermira, Enkelejda, përshëndetje, Blendina, përshëndetje. Qysh po ja kaloni, a keni ndonjë eksperiencë, qysh jeni të e përjetu, mirëmbrëma Feride. Çka keni bo sot, qysh keni kalu sot, a keni punu, faleminderit për lulen, Blendina, ta kthej edhe në ty një. Hajt, ka një herë se po bojnë të kështu zemrat, ka një herë kështu, s'po bajka. Okej, qysh keni kalu sot, a patit nëjë përjetim, a u dashtet me u përmbajt në herë në ikon, a mirëmbrëma Feride. Hajde pak se na e kemi bu mbrëmjen thjesht me u taku edhe me reflektu pak, me kallëzu qysh po kaloni, qysh po ndiheni, a ka ndonjë ndryshim energjetikisht, apo ndiheni ma lehtë me mendimet gjatë ditës se nuk i kam punë të mirë. Okej. Po kam punu, Feride ti mdo këtë e kendru vendin e punës, shpresoj që e ki një vend tani që të pëlqen më shumë. Dona Nels, nëse don mundesh me më shkru pse nuk po ndihesh mirë, pse si ki punë të mirë, lidhje me çka. A është se mbaret për punë që i kemi shpesh, unë e tham mbaret edhe që i vlerësojmë na punët. Qysh e shofim na me qfar nga cilë kënd veshtrim i shofim sanet. E kështu. Unë nuk e di ju qysh po njiheni, unë jam mjaft e lodhne, po jam e lodhne seriozisht për të mirë, se gjithmonë e bëj një farloj balancimi, një farloj bilance, jo balancim, po bilance në mbrëmje, edhe reflektoj pak për ditën, Ardita mirëmbrëma, mir geht's gut, wie geht's dir? Ich bin ein bisschen müde. Aber das ist okay. Është mirë me kon i lodhur mbrëmje për të mirë. Po mirë është, falënderit Zotit, shqyqyr Zotit shumë, edhe inshallah gjithmonë mirë, edhe ma mirë, pse jo. Po ty e dash shiton njerë mas pare që e kemi. Okej. Qysh keni kalu pra? A keni diçka me më tregua jo? Se për ndryshe, që qështu po rri edhe po ju këshyri. Mir geht es gut, danke. Ardita pas kem sugjermalisht në po mdo këta, e je kone në kurs apo jo? Shumë mirë. Kur dojmë diçka, gjithçka është e arritshme, vese don pak kohë, edhe don normal, don edhe mundi, sepse në njerëzit kohëve të fundit, sidomos kemi mendu, kemi kujtu, që veç me mbyllë syt, me vizualizu, edhe na vinë krejt, po ajo është një pjesë tjetër, amo sinqerisht po ju tham, pa uqu, edhe me livrit pak, edhe me allakat pak, nuk vjen kur gjo. Po unë me meditimin e mbrëmshëm me kishte zënë gjumi, për Zotin. Okej. Ajo mbrëm ka qenë hipnozë.
po di me dhon vetës më shumë dashuri, sa mirë, shumë mirë. Me të vërtet mbrom ka qenë shumë hipnoza mirë. Okej, shumë mirë. Sonte do ta bëjmë një hipnomeditim për frikën. Man fund se moti e kom përmend që do ta bëj për frikën një. E sonte do ta bëjmë për frikën, se mu për veti më kanë ndihmuar shumë që kjo, se unë jam konë një frikacake shumë e madhe. Disa për juve e din, disa për juve nuk e din. Unë jam frizere këtu në Zvicër, edhe e kam kry për frizere. Mu ka imponu me bu për frizere, se s'ka qenë profesion jam që e kum dashtë. Absolut heq, edhe pse e kom bo vërtet me dashuri, por nuk kam qenë kur e punësuar për dikan, po sa kom mbaru zanatin, e kom hap salonin tam vet, edhe e kom majt për 17 vite me radhë këtu në Lucern. Edhe nga lodhja e tepër që e kisha, se kur nuk e don një punë, edhe mua me zuri gjumi. Nuk ka lidhje që u ka zonë gjumi. Keni flajt me ato frekuencat e mira, të ju programu, të ju shly programet e vjetra. Ku ndryshon hipnoza me meditimin. Meditimi është ma shumë meditim, në fakt, jemi në valt gama, jemi mat fokusum, jemi mat koncentrum në meditim. Kurse në hipnoz him në imagjinatën, do më thonë që kjo është, kur të merë gjumit ti veç jenë hipnoz, kjo nuk është meditim. Po mirë, kem kalu, faleminderit, edhe prej se kam ardhur prej pune jam tu ndëgju frekuenca. Shumë mirë, super. Edhe, pra që thash, me vite, pra që thash, unë jam konë shumë frikacake për para, do me thonë, sa kom qene, pa o martu me ju. Vërtet, atëherë nuk e kom di që është frika. Si jo më bonon, me thmin e parë, gjithë shka ka ndryshu, normal se kur është një pjesë e re e jetës, do më thonë kur bëhesh prind, sidomos me thmien e parë, është një eksperiencë e re komplet, për krejt sistemin e njeriut, si për ata mendor, si për trupor, si për gjithë shka. Edhe une, do më thonë, në atë kohë e kisha punën teme, do më thonë, lokalin tim, kisha edhe punëtor, kisha edhe nxënësa, edhe lindi, do më thonë, vajza, edhe une komplet ndryshova si njeri, edhe më kapën ato frikat e mdhaja. Po, frikat e mdhaja normal se kur e bojmë një punë që nuk i përket misionit tonë, që nuk i përket shpirtit tonë, ajo me kohë veç vjen të na lodhë ma shumë, edhe në këtë mënyrë, do me thonë, na, kur jemi të lodhën, si me punë, si me qka do qoftë tjetër, që pra thjesht na nuk marrim energji nga jo, a i sa, qka do qoftë, na me kohë, do me thonë, bim në monotoni. Edhe masanej kështu krijon frikat, sepse kur je i lodhur, sa mundesh me marr pjesë në jetën, s'mundesh me marr. Do më thonë, ti kur je i lodhur, veç pret më shku me kry qatë punë sa ma shpejt edhe më kthy te shtëpia, me ra në gjumë, ose për shembull me pushu, me u largu prej njerëzve, e sa mundesh me qenë produktiv masanej këtu. E sa mundesh me pasë vullnet për jetën. E në këtë mënyrë na, do më thonë, zjarrin mrena vetës që çdo njeri duhet me pas mjaft të aktivizum na komplet e shkymim. Edhe normal që në qëtë mënyrë masani na krijohet frika, krijohen gjitha ato disbalancimet mentale, trupore e gjitha ato. E pra, që thash, 17 vite e kom majt lokalin, salonin tim, edhe jom kona më shumë e qartë, sepse kur e ndëgjojmë zonën e mbrendshëm prap nuk devijojmë kurrë, edhe kur i kemi ëndrat e mdhaja e ju shkojmë ëndrave mbrapa. Na një ditë ato ëndra do t'i gjojmë, veç më varet sa jemi të gatshëm na me
me ndryshu edhe me bo diçka ma ndryshe. E une masanej kur kom vendos komplet me ndëgju zonin tam brendshëm, une ku marrë vendimin, edhe pse lokalin e kum pas plot e për plot me klienta, që kërkush në atë kohë nuk ka mujt me mbesu se çka jem të bo, shumë njerëz më ka thonë ti nuk je normal, qysh je ty e përfundu një punë, një biznes që e ki për plot me klienta, edhe je ty e mbyll, a je ti normal, çka je ty bo, me pas dikush tjetër ku me ditë se sa kish qeni lumë, të resan, ama unë nuk kom dasht me vepru kur kundër shpirtit tam, kundër energjisë tame. Edhe nëse se kom pas që vetdijet plot që kom tash, gjithmonë diçka mbrana vetes e kom nisër, unë duhet me njek energjin tame, dëshiren tame, shpirtin tam, se për ndryshe shkatrona. Edhe në këtë njërë, dhe më thonë, masi që e kom përfundu ato, lokalin e kom byll, mas një kohë, mos harroni se kur lypni diçka, është e pamundshme mos me gjithë. Edhe mbesoni që më kujtohet shumë mirë atë ditë kur I kom dorëzu qelsat e lokalit që I kom pas. E ditë që kur kom dal nga ai lokal, e kom gje një lehtësim maramens. Edhe veç kom shiqu nalt nga qielli, edhe kom thonë Zotit, o Zot, e kom bo një lloj si lutje. Këtë punë që e përfundova tani, to qelsa që e përfundova, e bona me plot vetdije për hatër shëndetit tam, edhe për hatër të familjes tame. Sepse na duhet me ditë gjithmonë se çka dojmë. Edhe atë moment e di shumë mirë që ju kom lutë Zotit, kom thonë drejtojem edhe qetem në rrugën e duhur për çka unë kom marrë këtë botë. Psikologjia gjithmonë më ka interesu. Gjithmonë, qysh se kom qenë që jo mbo me kuptu, me dit, me fol me njerëz e kështu, unë kom pas atë brendin teme e kom di se kom qef me unë mu njerëzve, kom qef me ju bo njerëzve mirë. Sa klientat I kom pas për para që më kanë thonë, vite ti me qef se jeni njeri që të ndëgjan, jeni njeri që të këshillon. Edhe, do me thonë, shku në disa vite, edhe që tani jam këtu. Normal që paralel, masi që kom lonë punën atje, do me thonë, sinqerisht, për ju thonë, mu kanë hapë shumë dyrë të reja, edhe ko manifestim mas manifestimi edhe për para gjithmonë, ama masane edhe ma shumë, e pse, vese e kom ndjek energjin e trupit tam. E kom ndjek edhe kom bo pyetje non-stop pse unë kom marrë këtë botë. Çka është misioni jam? Pra, që kjo është, unë tash kur mendoj, kur kthejna mrapa me mendu, unë e tham, jam konë komplet në manipulim, jam konë komplet të jetu jetën e dikuj tjetër, jo jetën tame. Jam konë komplet të jetu bindjet e dikuj tjetër, e jo bindjet e mia, sepse kanë se kanë bo për shembull në femiri me uni I vogël, me uni pa plefshëm, jo se ki këtë notë mirë, jo se ki atë notë mirë, jo nuk e din gjuhën, jo ti nuk jeton këto, jo ti nuk I ki prindrit shumë të pasur, se ki këtë mundësi, se ki atë mundësi, edhe une e kum po që shumë vite, edhe une si shumë tjerë, mu ka dasht me jetu pra, edhe me vepru kundër shpirtit tam, sepse ka mendu se tjerët e kanë me van, e ka mendu se tjerët mundën me vendos për jetën tame. E kum leju vetë, sepse së kum dit. E që kjo e thom gjithmonë e mirës është që me u vedisu edhe mos mi afal vitet e tua kërkuj. Absolut heq. Edhe kështu pra ka shku te une, edhe më kapën frikat e mdoja. Do më thonë, kum pas aq shumë frika nga njëherë sa që nuk e di,
barku që rregullu komplet, dridhje totale, trorat e zemrës të mëdha. Sepse kur jemi në frika të mëdha, na normal gjithmonë mendojmë se po na ndodh diçka e keqe. Kjo është ajo mendja racionale që shkon e kërkon vetëm rrezikun. Vajzat e mia pak u rriten, fillun me shku në për qirë dhe kështu, edhe une domethënë veç desha me u çmend derisa shkojshin në shkollë dhe vishin për shkollës, e kisha një frikë jo normale, që s'muj as me përshkru. Ata që kanë frika, kështu e din se çka po mendoj. Ama, domethënë, me qëto metoda, me meditime, ty punu me veten, ty e pa se kush jam, ty e ndjek energjinë e trupit, ty e kuptu, ty I fellë ma fellë, çdo ditë ma shumë. Po normal që don ku. Edhe tashtit janë komplet e lirë, sinqerisht komplet e lirë. Një pjesë të frikës, na gjithmonë duhet me pas. Sepse mos me pas frikë hiç, atëherë na I dalim makinave, kereve përpara dhe të shkel. Ajo pjesa që është frika iracionale, ajo normal që duhet me kon, po jo gjithmonë nga mendimi me të ardhur. Ajo që është, ama ajo që thosh që e krijon ti me imagjinatën tonë frikën, ajo frikë është për te, për te mos e domshme për sistemin tonë. Sa e ndjej vetën time me këto fjalë. Okej. Po unë mendoj dudi, se s'po e di emrin si e ki sakt, këto frika në kohët e sotme sidomos I kemi krejt, sepse normal na krijohen frikat se jemi tashti domethënë bota është zvoglu, nuk është bota si përpara. Unë si fëmijë I vogël për shembull, derisa ku marrën në Zvicër, më kujtohet ajo kohë, kemi qenë domethënë një fshat, një mahall, edhe aty jemi kon krejt njofshëm me zveti. Ke dal ke lujt jashtë, s'ke pas frikë. Përpara s'kem pas telefona, prindë e mi, kur kemi shku në shkollë deri jemi kthy na veç një orë gati kemi bu me shku në shkollë. Në kom, e pa telefon hiç. Ama kon besimi I madh, kon ajo një botë komplet ndryshe se jo njoft njerëzit me zvete, edhe nuk I kemi pas gjitha këto informacione që I kemi tani me rrjetet sociale, edhe e ke ndjen një siguri më të madhe. Ama tash që jetojmë në për vende të ndryshme, në për krejt botën me nacionalitetet ndryshme me njerëz, domethënë ti ku ishin tonë këtu, e ki për shembull italian, gjerman, zvicran, afrikan, zoti e di se çka, edhe normal që tëra është frika edhe më e madhe. Ama tani është edhe kjo pjesa tash, kjo modernizimi që bo që na duhet ma shumë para, jo që duhet, po thjesht t'imponohet me pas, sepse për ndryshe si don me jetu, edhe kështu krijohen frikat. Ama normal mungesa e vetdijes masanaj, tani është ajo pjesa tjetër që thjesht pra që kjo është kur jetoj me bindjet e huaja, kur jetoj me thjesht kana udhëzojnë tjerë që nuk e kemi jetën tonë në dorë, atëherë ti je komplet viktime kësaj botës. E çka është ma e mirë, pranaj thjesht më vedisu edhe me kuptu se gjithçka e ki vetë në dorë. Me marrë pjesë në jetën, se na kur kemi frikë, na jemi gjysmë të vdekur, unë thamë. Na nuk frikë, do më thonë ti kur ki frikë, ti nuk je ty marrë fare pjesë në jetën, absolut hiç, edhe qështu në qëtë mënyrë ti, kur ki që ka frikë madhe, ti në një farë mënyrë je I vdekun për zgjallë. A do me vazhdu tani me qëta? Edhe nga njerë kur kam frikë me dridhe në duar. Po normal, se trupi e përjeton ashtu, sepse kjo dridhja, kjo pjesa ashtu do më thonë, kur është frika shumë më madhe, na jemi në atë modusin e mbijetesës. Edhe gjithmonë kur kemi frikë madhe, trupi për shembull kjo vjen nga e kaluara, si që është ende në qeliza tona, se ma përpara për shembull njerëzit kanë pas frikë se kanë dalë, kanë sulmu kafshë tegra për me mbijetu. Edhe tani ata kur janë sulmu prej atyne, çajo frikë ka qëndru në trupin e tyne, edhe është kriju një adrenalin aq e madhe. E në fakt na kur kemi asi frika, është mirë pak më shkum një herë, ose thjesht me dalë dika me ik, me vrapu
mundësisht, na kur në banesë për shembull ose në shtëpinë për dhoma, ku do me ik, atëherë gjithë ajo adrenalin që akumulohet trupin tonë nuk ka ku mu derdh, edhe në atë mënyrë masani na neve na krijuan këto farë dridhjet e trupit, e tronat e zemrës të mëdha e kështu me radhë, sepse ka ekstrem akumulim energjie, po që nuk ka ku me u derdh. E normal që nuk është absolut hiç e shëndetshme. Okej. Edhe unë kam 3 vajza dhe me vrasin shumë mendimet. Unë i kam 4 vajza, po tash nuk me vrasin mendimet fare. Nga vjen për Kosovë Fiqëri. Unë jam prej Deçanit, por jam në Kamenice martuar. I kam 4 vajza tani. Vajzat e mdhaja, 2 janë non-stop në udhëtime. Non-stop. Unë nesër kam me dalë me marrë vajzën e madhe në aeroport. Dje e kam qu dytën. Dillën shkoj e marrë ato. Non-stop ju në udhëtime. Edhe am besoni që absolut hiq, amë bashkë hiq fare frikë s'kam. Edhe tani këto 2 që i kam më të vogla, normal që jo në ende më të vogla, e duhet me u përkujdes për ato, sepse sidomos faleminderit shumë, edhe ti pash me jetë. A dini sa jam abuzu, edhe sa jam sulmu psikikisht nga populli janë, pse unë i kam 4 vajza e nuk kam djem. Edhe me këtë mënyrë na a dini sa bujmë psikikisht, sa përjetojmë na, çfarë emocionesh negative përjetojmë, e sidomos kur nuk kemi të vetëdijshëm. Do më thonë, është një keqardhje shumë e madhe që ndodhen këtu sana, po më e mira është thjesht na kur kapëm për Zotin, kur jemi në krahët e atij, na gjithmonë, do më thonë, gjithmonë fitojmë, sepse e dini edhe ju se si shkon paka shumë të populli janë shqiptar. Edhe ti 4 vajza, sa mirë. Edhe një djalë, besht jenë me jetë gjatë, kjo ka rëndësi, nuk ka rëndësi se çka është. Është dhuratë e Zotit, edhe kështu që na, si njerëz, na veç mundë me thonë, me qitë kojde, amo çka do që tjetë është njeri, është fëmi yti, edhe nuk ka tjetër. Pra që thash, pse po du me bo në sonte meditimin për frikë, është pikërisht kjo, sepse mu më ka ndihmu shumë, jo vetëm për frikën. Më ka ndihmu gjitha, sepse nuk jam absoluta njeri që kom qenë për parë. Edhe pse krahas gjitha këtyre gjonave, kam qenë mjaft e furtë, por tash jam tepër e furtë. Tash nuk trembem nga asnjë gjë hiç, bashkë hiç. Amo frika normal, gjithmonë e kom pyet si mundem me largu frikën, kur nuk kam qenë për me përdor medikamente, kur, sepse seriozisht prap edhe këtu diçka më ka thonë se pse duhet unë me përdor diçka të jashtme për me largu diçka që e kom kriju nështë me një farë mënyrë vetë, se na gjithçka, çdo lloj smundje, çdo gjë që neve na ndodh në këtë jetë, na e krijojmë vetë. Na vetëm duhet me ditë se ku është shkaku për me mujt me gjetë efektin. Në momentin që na e gjojmë shkakun, për çdo lloj smundje, jo vetëm për frikën, por nga frika do më thonë shkaqet gjithçka. Përmes frikës manifestohen smundjet, manifestohet varfëria, manifestohen krizat me partnerin, do më thonë ndarjet e këto gjana, gjithçka është gjithmonë. Kur këqyrim emocion mas emocioni, vim çdo herë te frika. Do më thonë, frika është mbytysi kryesor I ëndrave tona. Mos me pas frikë njerëzit, normal kjo krijohet përmes mendimeve tona. Frika don gjithmonë siguri, edhe mendimet dojnë çdo herë siguri. Edhe në këtë mënyrë të më thonë, na nuk mundem absolut hiç me manifestu. Edhe tani
që kjo është edhe një arsye pse teknikat nuk ndihmojnë me shkruaj sot dush teknika përderisa ti friken nuk e ke përpunu, është e kot. Është e kot, sepse është ende një emocion në ty që nuk ka dal jashtë. Do me thonë, çdo emocion që na e përjetojmë, sa ma i fortë që t'jenë emocioni, aq më shumë ndrydhet energjia, aq më shumë shtypet. Në fakt, nuk shtypet energjia, nuk ndrydhet, po bëhet një farlloj kolone, kolonat e trafikut që bëhen kështu lamsh, çashtu bëhet edhe energjia në trupin tonë. Më thonë, nuk mundet me lëviz e lirshme. Edhe kjo është që ato përjetime që i kemi kalu, ato, se ty kur thot për shembull dikush, ti nuk je i mirë, ti nuk din, ti çka ndin në atë moment? Nuk ndin, nuk është ndjenje mirë, ajo është një ndjenjë shumë e keqe. Edhe tash edhe një herë, tot, ajo ndjenja keqe veç vjen ty mush, një herë nashta do me pëlqit, edhe për çta. Për shembull shumë njerëz, edhe për çfarë arsye shumë njerëz kanë migrena, nuk e dinë pse e kanë migrena, ose plot ndryshme, tinitusa e gjitha këtu. Janë krejt për çfarë arsye? Sepse nuk e dinë nga vjen nga shkaku, po thuja se gjithmonë është frika këtu. E për çeta sonte, e ku më zgjedh patjetër me bo çet meditim për frikën. Po me rëndësi është pra që t'jeni sa ma durushëm, nuk ndodh asë një gjamë brenda natës. Une që shtash ma herë që zdi sa vite, jam 100% e sigur që 8 vite të plota që jam në këtë udhëtim, sepse e majnë manë shumë mirë me vajzën e vogël 7 vjeçare tani. Edhe para 7 zanis, sa asaj që kanë qenë 9 muaj shtatzani, edhe ma heret unë veç ja kom nisë në këtë rukëtim, punoj mënyrën ma intenzive, edhe sinqerisht më ka ndosh që ka shumë vite deri sa jom transformu komplet. Është shumë normale, se për shembull ti prej lindjes e me programet që i përjeton gjatë gjithë kohës, e deri në atë moshën e caktuar, deri në atë moshën që vjen të zgjimi, ti e ke pas një identitet. Edhe tani ai identitet don me u shkatërru. Gjithmonë duhet me vdek diçka për me lind diçka e re. Përderisa vetja jote, ajo që ishte deri tani, deri që vjen të transformimi, nuk vdes. Këtu kjo është energjia e skorpionit. Këto 12 principet e jetës. Energjia e skorpionit duhet me vdek diçka për me linderi. Për ndryshe nuk funksionon. Edhe të na për shembull. Duhet me vdek vetja jone e vjetër për më kriju vetja jote e re. Për shembull që tash të qëtë kompjuter që e kom qëtu, apo une këto kur e kum ble, këtu kum shti programe që mu më kanë konvenu. Edhe tani qëto programe, nëse soher që une e dhezi këtë kompjuter, une qato që e kum programu, qato shkoj e lëshoj, qa jo funksionon tje dhe shka nuk funksionon këtu. Veç qato programe që i kum instalone. Transformacion. Ta shtiti njëjtë është edhe të na njerëzit. Që ato programe që ti kanë ngulit ty trunin ton, ti me qato funksionon edhe u kry. Tani, nëse janë programe, shembull, dopta që unë i shti në kompjuterin tam, i instaloj këtu, shti programe të lira, çka do, edhe nashta shti shumë, këni ditë ka mu mbin ngarku që ky kompjuter. Edhe dikur fillojnë, e keni pa kur mbin ngarkuan tani e shtyp, se don ti me lëshu, po ky s'punon, janis. Ka njëherë ngrihet fotografia, s'punon, ka njëherë dorin 2-3 fotografi, blokohet, derisa të mundesh apet me ull, do në kohë, do me thonë. Edhe
Masana e fillojnë edhe nëse s'kina i antivirus, vinë edhe antivirusat, edhe dikur blokohet komplet kë. E tash ka duhet me bo, ose dush me gjujt shtanë bërlog, ose dush me shku me gjujt e mjeshtri, me ahek krejt që ato programe, me instalu programe të reja, masana i funksionon në petë. Njejt funksionoj me njerëzit. Pikrish në qëtë mënyrë. Do më thonë, pa i deinstalu programet e vjetra, ti nuk mundesh me manifestu diçka. E manifeston, po kime manifestu jo me energji, po kime manifestu me mundit madh, me frekuenca tulta, që edhe kur ti manifestosh që ato gjona, nuk i shumë ja u po hajret, se shëndeti shkon pediniku. E kështu që mos undalni të i punu, absolut me vetën heq, mos undalni të i punu. Se një ditë keni mi konë vetës ashtë falenderus që asë menja s'ko mi o morë. A keni ndo një pytja? Mos keni frikë me kërku ato që juve ju takon. Mos keni frikë me qenë edhe të pasjetshëm. Sa mi e për i shpjegon, shumë falenderit për shtë informacion që ndonë me një. Falenderit edhe ty Dudi që po frymëzon edhe ti mu, sepse në këtë mënyrë e di që paka shumë jam të pas në ndikim, s'pokut e dikush. Pra që kesh të thonë, mos keni frikë me marë ato që ka ju takon jetën e juve. Mos keni frikë me i kundërshtu njerëz të tjerë, as mos keni frikë me ngrit zonin, mos keni frikë. Unë po bona vesvese, son për largoj, kënë s'po mundesh me largu. Mos ki frikë me i kërku drejtat e tua. Drejtat e tua me i kërku ato që ty takojnë, jo me amar dikuj. Drejtat për me i shtu tuat, amo thjesht ato drejtat që ty takojnë. Mos keni frikë me i marë. Vezvesja vjen nga fëmëria. Vezvesja për shembull çka je? Sepse për shembull une një grua që e kom pos në hipnoz, ajo e ka pos vezvese jo, po atë presion kohë, çdo herë. Domethënë ka dosht gjitha me imri mrena ditës, ta bëj këto. Edhe këto e kanë shumë njerëz për shembull presionin e kohës. E kjo në hipnoz do me thonë e kemi gjithë që i ka ardhur prej nonës vetë, sepse nona vetë i ka bo shumë presion kur ka qenë e vogël. Bone, hec ma shpejt shkum, për që ata nuk është mirë fëmijët për shembull kur dalim që dojmë shku dikon. Na fëmijët janë të i lujt, për shembull, janë lojën më të mirë, janë të ju kënaqur, ata ashtu kështu janë gjithmonë prezent fëmija, komplet aty. E na jemi në programe në kohë, herë në shkumen, herë në kalumen, edhe fëmija e dini sa vështirë për shembull e kanë me bashkëpunu me prindin, me u përshtat me prindin, se na jemi në programe, kështu që fëmija është komplet vetvetja. Edhe tash kur i thonë na fëmijës, hajde, shku, po nuk gati, ma shpejt, veshu, hajde. Na fëmin, ja mbysim, do më thonë, atë gjonë më të bukur që është të e buaj. Unë e di që nuk është jetë edhe për neve, se nga njerë normal që dush me i thonë fëmijës, hajde gotu, se fëmija pra, ajo është komplet aty. E fëmijës nuk i intereson a ki me shkuti dikon, as ki me shkuti dikon, se për fëmijë nuk ekziston koha, është gjithmonë që tash, që ky moment. E për neve ekziston, edhe bile shpejt ikë, se na duhet me mri shumë punë. E tash për shembull që kjo është, ose te ajo vajza që pëllëm që ka qenë tonë në hipnoz, pikërisht që kemi qenë që to, sepse nona vetë gjithmonë ja ka bo hec, krye ma shpejt, bone, hajde, shko aty, lëviz. E ka urnu non-stop, do më thonë me bo, edhe tashtit ajo është ritme që ato, por ju ka dhonë qaj program që ti dush me funksionu shpejt, edhe tash ajo ka pos që të bindi që duhet me funksionu shpejt për me mujt me arrit gjona, për me mujt me kryja ato obligimet e veta, me këtë presion të kohës, pra. Ta njerëzit me kulica, kur t'i shoh me bo mu preka diçka shumë tuta.
Me kolica ta që janë invalida po më ndonë, apo si? Unë tekit mi la dur teshat. Okej. Kjo vjen prej femërisë. Sigurisht kjo përjetu diçka në femëri. Ka lloj gjanash, lloj gjanash, veç që as një vezves, do më thonë, as një gjë nuk është e shëndetshme. Absolut hiç. Se pikërisht që kjo mundet me t'i bloku manifestimet. Sepse është një energji që nuk rrjedhshëm në trupin tonë. Thjesht që kjo është. Pra, mos keni frikë me lyp ëndrat e juve. Mos keni frikë sidomos me qenë vetvetja. Edhe ndëgjoni mirë çka po ju them. Do që meditoni. Unë po bëj me meditime me juve. A mo jeni të e po, unë me qëllime ku më vendos me bo qëto që me bo meditimin në mbrëmje, a më tani këqyne si që përkalon një ditën. Se shumë njerëz kanë mendu që unë po meditoj edhe tash ti tu kry, tash po me manifestu. Jo, na kem punë ende, qysh po sjellësh ti pra gjithë ditën. Sa je i vetëdijshme ti gjatë ditës tënde, çka je ty fol, çka po thu, ku po e dërgon energjinë tënde, ku po shpenzon ti atë energji. Që kjo është shumë e rëndësishme. Edhe a e dini sa shumë humbim në energji edhe pse nuk jemi shumë në energji të lartë e kumbu që të pyetje, po për ato duhet me fol shumë më gjatë. Unë veç po e tham kështu pak në pika të shkurta. Kur s'jemi vetvetja, na nuk jemi të gëzum. Çakra rën është, do më thonë, të genitaljet, çakra rën është më kryesorja. Pse s'jemi vetvetja? Shumë kollaj është. Se une për shembull që une jam binjak, e kom luanin, e kom ujorin në fushat e jetës tame. Unë kom qenë e vogël tepër direkte. Edhe bile sot me një shoqe kur kom fol, pikallzoj thash çështu jam konë fëmijë i vogël, po mu ma kanë shtyp qatë energji. Aha, më përgjigje mu. Pse s'jam i vetvetja, më ke përgjigj, po. S'jam i vetvetja. Se pyete pse s'kemi energji. Okej. Po, s'jam i vetvetja. A mos çka do me thonë, vërtet s'jam i vetvetja. Sa asore si kom kuptu bashkë mirë, deri sa i kom hi shumë detaje që saj. Deri sa kom hi shumë fel. Edhe pash Zotin e madh, hajde tregon ti mu sa jemi na vetvetja. Edhe për çto kom fol edhe prom. E keni pa që dalin njerëzit në për debate, e mundohen veç me gjetë fjalët, sa fjalë specifike, fjalë do më thonë me, si me thonë, me një farloj kinse respekti, e kështu, unë nuk thom që duhet me qenë i vrasht nga goja, jo. Pa ajo që të vjen me thonë thuje. E sa shembull, sa guxoni ju mja thonë mendimin një shoqes në të vërtet. Sa guxon, s'guxon. Se me njëherë e kemi atë frikën se na i dhnohen, apo? Momentan falenderoj shumë, meditoj edhe kam vrejt se me do persona që kam pas mos marrëveshje. Na duhet me qenë gatshëm disa persona thjesht me i humbin jetën tonë. Edhe sinqerisht çka na duan neve personat në jetë që me një fjalë të vënohen, me një fjalë që e thu. Edhe me vinë shumë në ëndër. Të vinë në ëndër, mira mihaj, ti që shkujte, okej. Vinë në ëndër sepse ndoshta energjetikisht e ki zorë me u shkput për disa gjanave. Kemi shumë maska. Se di une sa maska më rënda ditës na i vendosim ftyrën tonë. Edhe personalitet, në fakt, në gjuhën latine, janë maskat. Është do më thonë maska, kur gjë tjetër. Edhe tash do më thonë na mask me ato. Kur jeti vetvetja? Kur hiq. Kur? A kur je vetvetja është
komplet potenciali i plot i joti, sepse një fjalë që në fakti duhesh me thonë, nashta për shembull se jeta gjithçka e rregullon aq mirë, aq perfekt për neve, që ta bjen situatën, edhe ta bjen mundësinë, edhe ta bjen personin që ty me të shpalos, ama ti çka bën? Pe frikës nuk e thu. Nuk e thu pe frikës sepse ti e don tjetrin më shumë se veten tonë. Edhe tash ti e shtyp çato emocione shtyp, nuk e thu. Ki tut me thonë. Se jem mësu normal, ty tonë mos e zban, shuj, se morre, dush me respektu, që për shembull, dhurata kur blejmë na njerëzit. Më shku dikon musafir, qohesh, ja blen një super dhuratë dikujna që për vetin ashta nuk e blen. E pse? Se na gjithmonë dojmë me kriju një farloj imazhit mirë tek tjerë për veten tonë. Amo ti veten që atë mënyrë shkatron. A ja vlen që kjo? Si ja vlen. E atini sa energjia hupet qështu. Është e pa besueshme. E provojeni njëherë një javë ditë me punu veç për veten e juve, me qenë autentik, ama mas pari duhet me konë gacem se sa njerëz keni mi hup jetën e juve. Ke drejt, unë fol për veten time, nuk jam vetvetja. Kam frikë se prej tjetën dhe buaj vetë. E pse me po, unë po të kuptoj ty si qashtu është, kemi frikë, ama në fakt s'duhet me pas frikë. Seriozisht nuk duhet me pas frikë. Potenciali yt i vërtet është veç atëherë kur ti e thut vërtetën. E ata njerëz që kanë me dash ty, ose duhet me dash çashtu që je, unë për shembull që tash që flas me juve çtu. Apo unë ndashta hi me atë kuptimin që unë jam mentore, po them se seriozisht nuk kam qejf me çujt veten mentore. Unë thjesht më ka ndaj eksperiencat e mia me ju e pa asnjë lloj interesi. Amo edhe nuk jam ka këshyre mju për shtat absolut hiq, as juve, as kërkujna. Ata që më pëlqejnë, le të rrinin në profilin tam. Ata që së më pëlqejnë, le të dalin që tash, me njëherë. Absolut. Se nuk kemi nevojna me u përshtat. Në momentin që na përshtatëm, momentin që une që tash këqyrim ju përshtat juve, edhe me mdasht ju muë me një farë mënyre me maska tjera, sa ku keni me mdasht? Deri sa ta kalzoj ftyrën e vërteta, po? Që ka që keni me mdasht? Sa ja vlen kjo? Ma mirë është me mdasht pikrish qështu qësh jam prej fillimit, po e di tani që jam e sigurt. Si të ti, si të ju, si të burë jam, si të thmit e mi, si ku dhe që u tjetër. Ose duhem qështu, ose u kry. Unë normal, kur përshtatem me vetdije, është diçka tjetër, po sa herë na përshtatem në mënyrë jo të vetdijshme. Ose për shembull, sa herë na ju përshtatem tjerëve të puna. Për shka? Veç për frikës se të qetë prej punës edhe është ajo frika masanaj kam ja majtë, unë qka me bo. Ama ja vlen me majtë atë puna ashtu? Me frikë? Jo. Faleminderit Blendina. Unë qështu du me konë. Edhe unë që si njerëz du me pas në profilin tam. Nuk du njerëz që vinë edhe më paragjykojnë krejt kohën. Faleminderit shumë. E bota është ka vunë pikrisht për qëta, sepse nuk ka njerëz original, nuk ka njerëz që s'kan komplekse, janë shumicave komplekse. Që një femna të sodit për shembull, sa guxojnë ato me dalë para kamerave pa filtera, e pa e mush ftyrën make-up. Pse? Se kanë frikë se nuk pranohen. Edhe make-upi nuk është kur gjohë, po qka e të i bo vetës? Të i masakru në trupin e vetë, të mundu mu bo dikush tjetër. Pse më nëzot duhet mu bo dikush tjetër? Atë ka pru zotit ty në këtë botë për me qenë, tash one me qenë Blendina edhe Blendina ona, a duhet me pasu në rolin tam, Blendina rolin e vetë? Me qfar mendje? E në momentin që na imitojmë tjertë edhe ju përshtatëm tjerve, bye, s'ki me manifestu. Ose ki me manifestu, veç ki më shko kërdhavë. Po folit është kështu. Se po du më konë vetë vetja, edhe që kjo jam. Edhe që shtu du të më konë se cili. Edhe mos harroni, njerëz që janë original,
Njerëz që janë vetvetja, kur nuk kanë mi lëndu tjerë, për kontrazi, se nuk ka nevojë me lëndu kërkon. Se ti kur je original, kur je vetvetja, ti s'ki nevojë kur më utut, për kur gjo. Absolut heq. Nuk ki nevojë më utut, se ajo që je ti veç je, njerëzit njohin do më thonë që ashtu që je. Që kjo është. Robota edhe kukla edhe kësi njerëz pa ndjenja ka bota plot. E bota është ka vonë bashkë për qëtë arsye, sepse bota ka nevojë për njerëz qysh janë, jo për njerëz qysh nuk janë. Na për shembull, ka njëherë mendojmë se kur t'i shohim njerëz në për televizionin gjermant, zvicrant, franqez, që kanë dalë komplet për vetvetes, i kanë përzi energjit, me ato femnore, me ato mashkullore. Nuk e din kohën e sotit a është femën, a është mashkull, janë përzi krejt. Pse? Këtu është një degenerim i energjisë. E tash nas shqiptar shumë shpesh mendojmë se pse po e bojnë të hujt duhet me bolla nas, se që kjo është modernizim. Jo, a veç pse është i hujt që në ka ma modern, nuk është kur ma modern. Absolut heq. A stacion heq ma mirë. Qysh është e mundshme për shembull në kohën e sotit? Me dalë gjys mjekër këto, shminka këto, çka është kjo? Kjo është degenerimi natyres, zvet heq. Edhe që ta njerëz kur më rrinë me u bo milionera, e me më rri aq shumë, qysh mos me më rri dikush atëherë që është komplet natyra. O shumë gjëna, për që të arsye duhet me dalë edhe ma shumë edhe ma shumë edhe ma shumë edhe me full. Se nëse vazhdojmë qështu, mos vetë heq, ku disë si qka bëhet me fëmijët e tonë. E na herë dikush duhet me dalë me folë, duhet me dalë me folë dhe realitetin. Po jo, ka plot, unë e njoh plot që janë vetvetja edhe shëqyrë Zotit. Se 90% që janë vetvetja, po që kjo është si janë vetvetja, nuk janë vetvetja sepse njerëzit duan vëmendje. Njeriu që nuk ka vëmendje, ai njeri e nin veten si të vdekun. E për qëtë arsye, ku nuk din ti me përdor vetdijen tone, që mos me pas nevojë ti me marrë vëmendje. E keni po për shembull njerëzit sot tashti që veç postojnë, gjithçka. Pse? Sepse ata janë bosh mrena tyne, edhe përmes që atyne lajkave ata e ushqejnë egon. Sepse dojnë vëmendje. Okej, sot do bodhe një farloj biznisi, me fitu, me video të ndryshme, me gjana. Amo, kjo nuk është diçka që ty të mban gjatë. Herë do kur ki me përfundu jo mirë, nëse nuk jetu e bo me veti, nëse jetu e bo veç për pare, pa vedije. Herë do kur nuk funksionon. E ju e dini edhe vetë për shembull, sa artistat Hollywoodit kanë përfundu në drogë, kanë përfundu me vetvrasje, kanë përfundu me alkohol. A i njihni vetë, sa? Për shka? Sepse krejt kohën janë masku. E dikur nuk duhet as vëmendja e kërkujna kur ti je bosh, non-stop bosh. Na thojmë e ke një grop emocionale. Sa ma e madhe gropa emocionale, aq ma shumë ti bosh i mvarur nga bota e jashtme. Se nëse ti në qatë grop emocionale, për qatë edhe shumë njerëz janë mbi pesh, ose kanë varësi të ndryshme, ose do më thonë lloj varësie, sepse që ajo gropa emocionale është e madhe. Sa ma e madhe gropa emocionale, aq ma shumë vëmendje ti ki me kërku për njerëzve. Sa ma e vogël që ajo grop, ti s'ki nevoj për vëmendje, as nuk ki nevoj për kërkon hiq, se qatë emocion, qatë dashuria jep ti vetvetes. Edhe kaq. E 10% janë vetvetja, e po që ata nuk funksionon të na se shumica janë falqë. Që për shembull, unë nëse flas qështu, sigurisht ndoshta dikush është që thot
që shpo flet kjo, do më thonë, ka njerëz që flasin keq për ty, sepse janë mësu me po njerëz gjithmonë të fol serios, të fol në gjuhë letrore ndoshta veç, do më thonë si një farloj si intelektual, me dal, me fol, kështu, se për ndryshe nëse nuk je ashtu, ti nuk je i meqem se e kanë lidhë këto me mençuri. Do më thonë, sa më serios që del para njerëzve, aq më i meqem ti je. Po kjo nuk ka lidhje me mençuri, absolut hiç. Autenticiteti, originaliteti jot, natyra e jote që kjo është mençuri, sepse ti ai që je. Edhe u kry. Ti, kur e din që ti je mirë me veten tone, edhe ti nuk je të e dëmtu veten tone, mjafton, kaq. E që duhet me u ballafaqu edhe me kritika edhe me këto gjëra, është shumë okay, është shumë normale. E normal, krejt njerëzit nuk munden me dasht, po kur ti e don veten, çajo është më e rëndësishme. Çajo është më e rëndësishme. Më e rëndësishme është që ti nuk ke nevojë me thonë dikush, me ta dhon një koment bukur, një kompliment. S'ki nevojë me ta dhon kërkush asnjë lloj komplimenti kur ti din vlerat e tua. Edhe me ta dhon një kompliment dikush ka më të çudi se ti ke më thon ashtu kështu e di, s'ki nevojë më thon. Nuk pret për kërkuj, se ti e din vlerën tënde. Kur e din vlerën tënde, u kry. Okej, a vazhdojmë me meditimin? Se u bu ora 10 gati. Wow. Edhe nuk e kom besu që ka me shku ka gjatë me live, ama sinqerisht qëreqka, që kjo është më e bukra që mundi me bo. Gjithë ditën kom qenë mjaft e lodhe, po seriosisht për ju thamë. Prej si që soher që hin live, mu komplet lodhën e të më largohet. Komplet hitë se e du që do e bëj me shpirtin tam, me krejt shpirtin tam. Edhe që kjo është esenca. Gjojeni profesionet e juve, gjojeni ato që juve je përket. Ju më shkone me lyp veç ku ka pare, po bane ato që juve ju përket. Okej, edhe nuk e thom as një san hiq pa e përjetu vetë. Une jam network marketing Dubai, që për zotin e madh, a dini sa paret munda me i fitu që aty. Nëse nuk e mbesoni ju mu, është shumë okej, mbeson zoti, e di që ka e thom. Ama e kom vendos me vazhdu që nej, sepse unë e di që ka dhe më thonë ligjet e natyres. Mos ngoj mas pares, po ngoj mas energjis trupit, tjetës tonde. Kur ngon mas energjis tjetës tonde, ki më shpërblu një ditë. është absolut e pa, absolut e nuk ka kush që e gjbon këto. E që to bojnë nga bimin e madhë, mas shumë të njerës, se në vend që me vrapu mas energjisë trupit tyne, vrapojnë mas pareve, edhe mas anaj. Prite. Okej. Krejt trajnerët kanë këthy në biznes një postime në story, non-stop zoti, ku se ndryshe janë në mbrëndësi, sepse ndryshe vërpojnë dhe pak njerëz e kuptojnë. Se cili që ka bon, e bon për veti. Se cili. Na nuk e dim kur se qka janë të jetu tjertë, as nuk e dim planet e tjerëve, as nuk e dim kur gjoheq. E mirat mirës është që na thjesht me i kuptu energjit. Edhe unë postoj. Edhe një farë mënyre, unë për shembull që du që flas me juve se mundeni me arrit qëto gjana, mundeni me i bo qëto, unë për veti e shoh si obligim një pjesë tjetër, sta me u tregu juve. Se unë për shembull nuk munda me i besu dikuj,
që më thot, bane qëta, nëse don me arrit qëta, po kur unë nuk e di vetë për vete se çka kam rri qaj person. E unë për gjithë arsye i bëj disa postime, ose postoj vetëm që me po si lloj biografie temen, që me po njerëzit ku jo me dhone vetë me jetën temen. Mentorin tam që e kam une, për shembull, ai non-stop e poston jetën e vetë, po nuk e poston me atë kuptimin me ju tregu njerëzve se çka ka, po me atë kuptimin që ti me besu ma shumë, me pas qatë bindje se okej, që ky i pas kam rri për veti, normal që tani që ato mësime t'jep edhe ty. E ju që to duj me kuptu, thjesht me kuptu, çka kam rri që ky person për veti, pse është ka i bën qëto postime, është ka i bën ma shumë tashtit për me fitu fansat e vetë edhe për me ngrit biznesin e vetë, apo është ka e bën qatë mënyrë që ty me të tregu se qysh i kam rri vetë që ato sa në mundesh me më rri edhe ti. Që tu mu duesh me bu dallimin, ku që tjetër. Edhe unë postoj ku soher që dalë. A unë jetoj, sinqerisht e jetoj. Unë nuk dalë me të folë ty që ta shëto, më thonë, shko, bane qëto, kur vetë nuk e kom bo. Jo, s'muj, nuk muj, edhe nuk du. E që kjo është, thjesht këqyrne, shka ka personi që po ta shet ty një produkt. Unë kur e blej një produkt, kjo vetëdia e lartë për shembull, që foli unë për çto, kjo është një produkt Nissan që nuk shihet, po energjia ndjehet. E unë nëse shkoj për shembull, du me blej shampona për flokë, ose ku me di qka, unë normal që e pyti, qëfar është, qka kanë to, qysh është, qka ju bën flokëve, edhe ju duj me pyt paka shumë me di, qëfar mentor është, shka ka bon ai mentor, qka kam rri për veti mas pare. Atëhere, vjen besimi, vin edhe bindjet, ose ki bindjet mira, ose s'ki bindjet mira. Edhe thjesht njek në energjin e trupit juve, non-stop, qaj mentor që ju tërhek, të qaj shkoni. Unë personalisht e kam një mentor, edhe nuk qyri tjetër, u kry. Qaj rezonon me mu edhe u kry, s'kam nevoj se sa ma shumë që lypim, na veç jemi ty kërku, vrapim aty. Edhe nuk mundesh me mri kur gjoha pet. Shka kem mri ti, unë e shka kum mri? Qa kum doshti kum mri? Krejt. Edhe sinqerisht në rije, kur tham e kam qito, nuk kam qef mja o njerëzve se e kam, se kur nuk e kum pos princip, as më rak mi u tregu njerëzve që e kam qito, po e kalzoj një pjesë tjetës. Amo tashtit po thom, po të tregoj, kam objektet mijat, jam platforma që lëshoj me qëra, jam financiarisht e lirë, edhe kam edhe shumë sane tjera. E tash, nuk e kam dëshirë, nuk jam personi që thom, e kam qëta, ama 100% jam e përmbushur në jetën teme në gjitha fushat e jetës. Në gjitha. Edhe për këto jam Zotit falenderuse ditë e natë, non-stop. Edhe qëto unë thjesht du me ndo me njerëzit, sepse presim ka falë Zotit, e deri ditën e solit, ato që kum dosht ato kum arrit. Për Zotin e madh, ato që kum dosht ato kum arrit. Edhe mundet si cili, vetëm se duj me qenë gatshëm me konë pak që shtu vetë vetja ma shumë. Edhe unë kom qenë gjithon vetë vetja, veç tash jam edhe hala ma shumë. Hala shumë ma shumë. Po, me Vanessa. Unë shoj Vanessa me qëra në Airbnb, në platforma të. Banimet i kom falë, të ardhuna kom jaft, kom jo vetëm këto, kom edhe jashtë, e kështu me radhë. Edhe absolut nga mentorimi, unë nuk jam më varne as 5%. Absolut hiqësa. Gjitha këto që i bëj thjesht si hobi. Hipnozën e du pa mos, edhe këto tash me astrologji e du pa mos, sepse tash tërhek edhe ma shpejt gjona se përpara.
e kam Zotin mi kry, nuk thom kur, nuk thom diçka që nuk e kam. Absolut hiq. Absolut. Amo e di që gjithë shka mundet me bo. Gjithë shka. Vetëm me dëshirën më të madhe. Me dëshirë, me kom gullje, pa pas frik, pa konkuru me askon, thjesht me qenë vetvetja. Kaq. Na njerëzit mendojmë ka njëherë se njerëzit e pasun janë vetëm njerëz të famshëm, ose vetëm ata që dalin para kamerës, gjithmonë shumica mendojnë që është qështu. Po unë njoh shumë njerëz të pasun që as që kanë qef me qenë të famshëm, as me I njoft. Absolut hiq. Kam shumë në rrethin ta. Edhe më pëlqen pa mos. Kaq. E kështu që unë personalisht nuk më mjashi dikuj një produkt që nuk e kam vetë kur. Absolut hiq. Edhe që kjo ka qenë një arsye pse nuk më dasht me dalë para njerëz me folë për vetdijen përderisa nuk I kom jetu gjitha vetë. Edhe tash I kom jetu gjitha vetë, edhe I kom gjitha përjetimet mas meje, dal me zemër që kaq. Pse e di që nuk kam frikë, nuk duhet mu më shef nga asnjë gjë, as nuk duhet me pas frikë se po ndel ndonjë rran. Jo, jam shumë e hapur këto. Edhe ndoket që kom fol, wow! Jem të mendu tash, a me bo meditimin, so bo shumë vonë. Unë jam një fillestare që du me hap B&B, po s'di nga t'janis. Qka është kjo B&B, Samra, më thu? Dhe mona dhe neve. Po, Norije, që kam të bone? Që një orë jam të folë. Unë po ju thamë, jeni gati mas pari me qenë vetvetja. Jeni gati me ndjek ondrat e juve. Jeni të gatshëm me fol veç ato që doni me pas jetën e juve. Jo me fol çka nuk doni. Jo, për Zotin e madh, që se fëmi, çka e kum thonë, më ka realizu. Çka e kum thonë. Nuk ka diçka që nuk e kum thonë edhe s'mu ka realizu. E kështu që gjithë shka bëhet. Amo, duaj me qenë gatshëm, me hinë edhe në konflikte, duaj me qenë gatshëm që me I prit edhe fjallë të këqija për njerëzve, se kur ju ndjek një ondrat e juve, kur ju merri me veten, dijeni që njerëzit kanë me fol shumë keq për juve, kanë me ju shoh, s'kanë me ju përkra hiq, se mu shumë pak më kanë përkra njerëzit, amo mu sa ma pak që më përkrahin njerëzit, unë hala ma shumë gazi jepi. Se kjo është ego I shëndetshëm. Edhe nuk është që ti e shkatron personin tjetër, por për çeta duhet me jo qenë që ty në njerëzve falenderus që nuk na përkrohen. Sepse ata janë shtytja ma e madhe në fakt për neve. Edhe kështu që t'jeni të gatshëm me hup njerëzit, thjesht, kaq është. Lejojani vetës, se e keni me drejt, Amo gjithmonë kur pa e shkel askond, absolut hiq. Kur mos shër me shkel dikon, se na krijojmë karma, non stop. Okej, apo vazhdojmë me meditimin për një mes o bu shumë vonë. Edhe unë normal nuk rri shumë gatë qujtë në mbromje, flaj, se për një me kom një stil tjetës të shëndetshëm, bed and breakfast, që I thohet, bed and breakfast po, ama dënë me hop të diçka një lokal. Okej, vazhdojmë se për ndryshe, ndoget do më bu, bëjeni si të doni, se është në fakt hipnoz, se une kom të kry me shkollën edhe për meditim edhe për hipnoz. Meditimi është ndryshe, kjo është në fakt hipnoz. Shtrijuni, po që prom që jeni shtri, disa kanë flajt, kështu që qështë ta ndjeni vetë. Po, qështë ta ndjeni ju vetë. Gjysëm shtrirë është ma mirë. Edhe,
A jeni gati, veç më thune a jeni gati, edhe fillojmë. Më thune a jeni gati, mbram, mas 5-7 minuta më ka vaqu ide, më ka që vajza. Amo, a pishef hipnozat që janë tepër fuqishme për njerëzit që nuk munden me flejt, që kanë problem, se të shumë njerëz, do më thonë, kjo mendimet janë hala edhe ma të fuqishme kur bin me flejt, bon hala ma të fuqishme për që ata shumë njerëz nuk munden me flejt. Edhe çka do është ta me thonë, në këtë weekend besoj se do të lancohet platforma Bright Nest, që është një app në të cilin jam unë, është edhe Vjosa aty, janë meditimet tona dhe hipnozat tona, ku mundeni me i mbajt në gjep me veti ku do që t'jeni. Edhe do të keni për me fillu ditën aty me meditim, do të keni meditim për me flejt në gjomë, do të keni për me largu ankthin, panikatoket, shtresin, për manifestim, për me pranu realitetin e juve, e ketë një vetëm 4,90 €, duket është muaj që mundi me instalu, është një super faqe, edhe po ja u jep si kështu, si informacion që mundeni, ka fundjova unë do t'a postoj, edhe mundeni do më thonë me majt me vete, non-stop është si lloj programi, është vërtet një program shumë i mirë se ju ndihmon shumë me menaxhu ditën, me menaxhu energjinë e juve. Vetëm duke menaxhu energjinë tonë na bëhen manifestues. Vetëm duke e shpenzu energjinë tonë me vetdijen e plot, na manifestojmë. Se na vinë mundësit, nuk po du që tash unë prapë me thonë, si tash ma herë, nuk kom qemi ju thonë njerëzve, unë e kam, unë e boj, unë e di. Amo, unë sidomos prej se punoj me energji edhe vërtet di ku me qua energjinë tama, më vinë sanet, gjithë shka vetë, pa absolut, pa pas nevoj me ndërmara si sanë, vetë më vinë, gachme. E në qëtë nivel mundet me më rrisë se cili, amo që shtash me pun edhe me durim, me këmgullje. Shte, okej, shkojmë që tashtit. Hajde, ne, rahatono, shtrihuni, është vërtet një meditim i mirë për frikën, sepse frikën nuk duhet me ignoru, po frikën duhet me dosht. Kështu që unë tash po e noli kamerën, edhe po fillojmë se edhe unë e hyj gati se krejt meditim me juve. Okej, atëhere merrni frym fill. Shpresoj se jeni rahatu tani. Jeni akomodu. Jeni të papenguar. Lëshoje trupin tonë të gjithë. Shliroj muskujt e tu. E relaksohu aq shumë, por jo me flejt në gjumë. Ndjeje qetësinë. Ndjeje si valët e trurit tënd po fillojnë po ngadalësohen dhe po prodhojnë valme të ulta. Ti tani qetësohesh ngadalë. Ti qetësohesh aq shumë dhe shkon deri afër gjumit, por jo në gjumë. Dhe tani, me çdo fjalë time që ndëgjon, çdo fjalë imja, ty të relakson më shumë. Merë frymëfill edhe njëherë dhe ndjeje si ajri i pastër shpërndahet në përmushkëritë e tua. Ndjeje jetën. Ndjeje energjinë.
Ndjeje trupin tënd dhe ndjeje zemrën tënde si rrah për ty. Qetëso. Qetëso. Lësho çdo tension të jashtëm. Thuaj ditës së sot me lëmë të mirë dhe falenderohu që pate mundësin me jetu edhe këtë ditë. Asgjë nuk është e mirë qenë. Çdo ditë e vetme është një dhuratë për ty. Asgjë s'është e mirë qenë. Shumë mirë. Ndjeje trupin tënd edhe një herë. Bëje një skanim të gjithë trupit tënd, duke filluar nga balli jot. Ndjeje ballin tënd. Ço vëmendjen aty, tek balli jot. Shliroj atë. Shliroj sytë e tu. Faqet e tua lëshoj. Mjekrën tënde lëshoje. Ndjeje një relaksim të fill qafës tënde. Krahët e tu, gjoksit, barkut. Shko të poshtë deri te kofshet e tua, ndjeje relaksimin e fill në trupin tënd. Ky është një shërim i thellë. Lëshoj pulpat e tu. Çoje vëmendjen tek shputat e këmbës dhe tek gishtërinjët. Mbaje pak vëmendjen te këmbët e tua. Shëtitu me vëmendje prej majës së gishtave deri te kofshet e tua. Falenderohu ato këmbë të kanë mbajt gjithë ditën dhe të kanë dërguar aty ku ke dosh. Nuk është e mirë qenë. Thuaj faleminderit tani. Ndjeje frymëmarrjen si hin dhe si del nga hunda jote. Merr frymë natyrshëm. Merr frymë natyrshëm dhe thjesht veç vëzhgoj atë. Nëse të vinë mendime është shumë okej. Lejoj ato. Por prap vëmendjen tek frymëmarrja jote. Tani, nga ai vend ku shtrihesh, ku ndodhesh tani, bëje një kërcim me imagjinatën tënde. Shko në një mal, në pyll, apo i ndëgjon cicërimat e zogjve. Sa relaksues që janë.
dhe të shpërndaj një ndjenjë gëzimi dhe lumturie për jetën. Tani ti ndodhesh në një mal, mes të një mali. Shiqo për rreth teje. Shiqoj pemët sot gjata që janë. Shiqo për rreth teje. Pisha të mëdha. Tani ti po hec rrugës në mes të këtij mali. Hec ngadalë dhe shiqo përpara. Ndëgjoj cicërimet e zogjve. Një erë e lehtë po përshkon gjithë trupin tënd dhe po të mbush me dashuri për jetën. Këtu është një qetësi absolute dhe dëgjohet vetëm jeta. Nuk ka gjë tjetër. Pos ti, pemët, zogjet. Hec, vazhdo të hecësh në tempon tënde. Drejt kësaj rrugë në mes të këtij mali. Ndoshta po ndihesh mirë, ndoshta ke pak frikë. Por mos u dorëso, hec. Vazhdo të ecësh ende. Tani ti po hec me përcjelljen e cicërimave të zogjve. Çfarë po ndjen tani? Çfarë ndjesi e ke brenda vetes? Po ndjesh i lirë apo ke pak frikë? Është një mali shumë i gjerë. Tani ti po vazhdon të ecësh dhe të ecësh. Percepto gjithçka përreth teje. Çfarë po shfaq imagjinata jote. Tani ti ende po ec dhe tani je duke mujt me perceptu diçka nga larg. Tani ti po ec dhe po afrohesh dhe po e shef një shtëpi, kulmin e kësaj shtëpie. Në fakt, nuk është shtëpi, është një kasoll mali. Perceptoje këtë kasoll, si po duket. Tani ti po i afrohesh asaj, po i afrohesh dhe po e ndjen një frikë brenda teje. Është pak e frikshme kjo atmosferë këtu. Është okej, vazhdo të ecësh, hec drejt kësaj kasolle. Tani çdo herë më shumë po e shef dhe po e zbulon këtë kasollë. Tani ti je më afër kësaj kasolle, kësaj shtëpie të malit. Shife mirë. Si duket ajo? Është pak e vjetër. Është pak e mistershme. Pak e frikshme, por është okej. Ti
ti mundesh prap të ecësh drejt kësaj shtëpie. Dhe tani ti afër aty. Sillu pak për rreth kësaj shtëpie. Tani ti po ndëgjon një zhurmë brenda, disa kërcima. Tani ti po ke pak frikë. Shko aty, afrohu tek dera. Por ti po e ndjen një frikë. Në fakt, aty mbrenda është frika. Ajo që ti po e ndjen. Kjo është frika që ti ndoshta me vite duke e ndje. Që ke ikë prej saj. Por tani, ti je para derës. Dhe ti tani duhesh të hysh mbrenda. Nuk ke tjetër zgjidhje. Por tani ti ke frikë. Dhe po e ndjen frikën mbrenda si kërcen her një qosh tjetër. Por ti tani po bësh më guximshme se kurrë. Dhe tani po vendos. Tani ti po vendos dorën tënde tek doreza e derës. Ke frikë? Por mbrenda vetës, prap e ke një guxim. Hape derën dhe hyr mbrenda. Imagjinoje tani si duket frika. Ndoshta të shfaqet në një formë të figurës. Ti tani je mbrenda veç me frikën. Dhe ti po ke frikë. Dhe ti po bësh troç nga frika. Po mbledhesh, frika po kërcen për rreth teje. Në një lloj figure ashtu siç imagjinata jote e shef. Tani ti po mbledhesh nga frika dhe po mundohesh ti ikesh asaj. Po frika po kërcen rreth teje sa në një anë tjetër. Mbledhu pak, mbledhu. Dhe tani dorëzoju frikës, lëre frikën të hinë në ty. Hape gjoksin, thuaj frikës, unë jam këtu, eja. Dhe ajo nuk është asgjë tjetër, pos që donë që ti të ndjesh atë. Ajo nuk është asgjë tjetër, pos që po kërkon me vitet e tëra që ti thjesht ti dorëzosh asaj dhe ta lesh ta ndjesh atë. Hape gjoksin dhe dorëzohu tani. Lëre frikën të depërtoj në ty. Dorëzoju mo. Dorëzoju dhe leje. Leje të hynë në ty. Ndjeje frikën. Asgjë nuk është ashtu si ti e mendon. Shive frikën tani si shndrohet në një figurë të bukur pozitive, sepse më në fund ti e pranove atë. E ke bërë një hap të paparë sot. Me vite kjo frikë ka prit të pranosh. Asgjë tjetër s'ka dashur. Nga ti vetëm këtë moment ajo e ka prit.
që ti thjesht të përballesh me të dhe ta lejosh të hynë në ty, t'ja japësh thjesht këtë hapësirë. Shife frikën tani si është shëndruar në një formë, në një figurë të bukur. Tani ti po ndihesh e lirë, ti po ndihesh i lirë, si kur me parë. Më në fund e pranove. Më në fund, ti dhe frika jeni shok. Ndjeje frikën tani si qarkullon në për trupin tënd. Dhe ti po ndihesh më i lirë se kur me parë. E pranove. Dhe frika tani bëhet shumë lehtë për ty, sepse më në fund e pranove. Ndjeje një çlirim brenda teje dhe ndjeje si energjia po fillon të lëvizë nëpër trupin tënd lirshëm. Ndjeje energjinë tani. Ndjeje energjinë dhe shife frikën në një figurë të bukur. Tani ju jeni shok. Çfarë lirie. Çfarë paqe. Ndjeje frikën si po hyn dhe po del nga trupi jot. Por ti më nuk e ndjen atë. Ajo duket si figurë, por ndjesia saj është zhdukur komplet. Sepse më në fund e lejove. Më në fund ja dhe dashurinë. Dhe ajo kaq kishte me ty, asgjë tjetër. Çfarë çlirimi. Shife tani si ajo shtëpi ku jeni ju të dyja me frikën, po shndrohet një dritë ngjyrë ari. Tani ti je më i fuqishëm dhe më i lirë se kur me parë. Sa vite e ke prit këtë moment. Ti dhe frika. Sa vite është dash me prit ju me bo këtë takim. Me shëndru terrin në një dritë magjike. Ndjeje paqen në zemrën tënde dhe në shpirtin tënd. Ndjeje paqen.
Ndjeje dashurinë brenda teje dhe dritën e fuqishme që ka kaplu gjithë trupin tënd dhe atë shtëpi aty ku je. Tani gjithë mali është mbushur dritë. Tani ti bashkë me frikën hapën atë derë dhe dilni jashtë. Ndjejeni lirinë, ndjejeni çlirimin të dyjat bashkë. Ju tani jeni shok. Shok për të gjithë jetën. Nga tani e tutje, sa herë që ndjen një frikë, thjesht në këtë mënyrë pranoje. Sepse ajo sigurisht se do të shfaqet prapë. Por nëse shfaqet, ajo do në thjesht prapë ti me pranu me dosht, me ja dhonë hapësirën. Tjetër nuk të në ajo. Wow! Ndjeje lehtësinë që se ke ndje me vitën ndoshta. Kape frikën dhe përqafoje. Dhe thuaj, me falë që s'te kam pranuar kur me por. Nuk e kam ditë. Me falë që s'te kam pranuar kur me por. Nga tash e tutje, nuk do të injoroj me. Do të jap hapësirë. Dhe unë e ti do jemi shokët më të mirë. Ndjeje paqen brenda teje. Ndjeje si kjo dritë ngjyrë ari, po shkëlqen edhe më shumë në këtë pyllë, në këtë mal. Tani frika shpërndahet, po shpërbëhet, po bëhet e padukshme. Dhe ti po fillon të kthehesh asaj rrugës ku ishe në fillim, nga shkove, tani fillo kthehu. Por tani me një guxim të plot dhe me një fuqi marramense. Me I fuqishëm se kur me parë. Me I lirë se kur me parë. Zemra po kërcen nga gëzimi, nga liria. Kjo është liria vërtet. Kjo është paqja. Dhe dashuria për jetën është marramense tani. Tani kush do të ndali më? Askush. Sepse frika është tani shoku yt më I mirë. Tani ti ndodhesh aty ku ishe në fillim. Dhe bëhu gati që nga dalë të kthehesh në botën reale, në këtu dhe në tani. Por me një paqe të thellë të shpirtit tënd. Tani fillo
dhe ndjeje frymëmarrjen tënde prap. Ndjeje trupin tënd dhe sidomos ndjeje guximin si shtohet me çdo frymëmarrje që merr. Me çdo frymëmarrje tjetër ti po kthjellesh më shumë, po bësh gati për t'u kthyer këtu dhe në tani. Merr edhe një frymëmarrje të thellë, ndjeje trupin tënd dhe ktheu këtu dhe në tani. Dhe hapi sytë e tu ngadalë. Me një paqe dhe me një falënderim të thellë ndaj vetes tënde. Dhe hap sytë ngadalë. Kur t'jeni gati, mundeni me i hap sytë, me u kthy këtu. Hello Anisa, Elena. Inshallah nuk keni flejt. Hello, apo ktheheni, ta di bile a jeni në gjumë, a jeni qut? Violeta si kalove? Violeta Viki. Viki, a e ki edhe ti emrin Violeta, apo e ki ndryshe? O, Lindita, haj, a ishe këto? A more pjesë? Henke Lejda. Si po e shihni frikën tani? Violeta, ma mor mendja, Violeta Viki. Okej, e gëzofsh. O, sa mirë, Lindit, a e bone krejt hipnozën, a? Sa mirë. Qysh po e shihni frikën tash, si përpara, apo pak ma ndryshe? A ne, okej, pse nuk bërtetëshe? Una e dini sa kom qajt me qitë meditim, o zoti madhi. Së është meditim, hipnozë është. Po në ka me që shto më thonë. Okej, po s'ke mujt me marrë frymë se unë e vetë të kom bo që ashtu. Po tash qysh po e shihni frikën, me qfar sysh? A keni frikë që shtu ende, apo e pranoni tash ma ndryshe? Okej. O, sa qlerimet mira janë këto, o Zot. O, sa na kanë bloku, po nuk e ka bo kërkush me vedije, krejt e kanë bo pa vedije. E që kjo është detyra janë që mos me vepru dhe në atë njëjtën mënyrë, si kur kanë vepru të partë e tonë, që të rritim fëmijët tonë pa blokada, pak ma ndryshe. Okej. Dikush tjetër? Si keni për YouTube? Okej, atër po e përfundojmë për sonte, edhe për fund për ju pyti a keni mujt me qëndru ma pozitiv edhe sot apo jo, a keni reagu ndonjëherë apo si ka qenë. Po mdo këtë disa jonë kanë me të në gjumë, nejse po e përfundojmë me kaq sonte, ju uroj një natë të ëmbël, gjumë qetë edhe u gëzofshi gjithmonë. Miropafshim, natën e mirë, shifemi nesër në orën 9. Ciao, ciao. Natën e mirë.